Mirë mëngjes, dhe mirë se erdhët në një vlog tjetër të Gjeni e Xhulit, unë jam Gjeni. Dhe po e nis këtë vlog sepse do bëhemi gati bashkë pasi unë do iki, do dal, do iki në një qytet tjetër me bashkëshortin, Kunatën dhe dajen tim. Qëra fjala, kjo është një pjesë e dollapit tim. Tjetër është identik si ky, po në një dhomë tjetër. Unë nuk e di a duket, kam për make-up. Dhe do vishëm sepse mendova se do vishe fustan ose në gjë shkurtër, po bie shik, kështu që. Ok, kjo është luku pak a shumë normalisht që këmisha do rregullohet, do futet brenda dhe do vesh atlete kaq sepse kaq më lejon Anglia me këtë kohën kaq të shpifur, me qira fjalët ajo pjesa atje, nga që kjo është më gjumit, do blej një vanity. Ke parasysh ku mahen make-up edhe është tavolina, me që e kam, nuk e di e duket, është gjithë hapësira e lirë, kështu që po mendoj atë të blej. Tani do iki të mbaroj gjërat përfundimtare sepse jam në vonesë dhe po më thrasin. Por normalisht do ju filmoj, do ju mërë me vete, pse jo, t'jemi bashk në këtë qytet të dytë që shohim, sepse i pari Nottinghamis më pëlqeu pothuajse fare të shohim këtë tjetrin. Okej, nuk është aq ftohtë sa e bëjmë. Nuk është aq ftohtë, por unë mora xhaketën me vete. Ky gjëja nuk është e mirë, fare zero. S'pëlqen. Okej, u prish koha, po kjo është qendra e Peterborough, më thotë Kelly. Ne po e bojkotojmë Starbucksin, po gjithsesi si ndërtesë është e lezetshme. Edhe tani po futemi te një kish, te katedrali, domethënë. Çojmë as katedralet e Italisë time të bukura. Kaq kama. Kjo është hyrje më shumë. Falken. Edhe kaq kështu domethënë. Nice, si përfundim dole dielli. Do mbledha disa gjëra. Që do ta bëjmë më vonë. Te kjo qendra tregtare këtu. Në Peterbura. Në Peterbura. Edhe gjëra pune kam bler, po rroba domethënë pune, por një nga gjërat që nuk më pëlqen këtu është autostradës po. Rruga është thjesht. Këti më kujton rrugët kur i kanë Elbasan, kur ishte e vogël nga Durrësi i kanë Elbasan me Xhulin, me kushërirën e iknim në autobus. Nejse, shiva. Unë u bëra gati, erdha në shtëpi, u ndrova, bëra një dush dhe u bëra gati sepse do dal me kushërirat dhe me Kunatën për dalë, pastaj do ikim në një pub. Nuk e di. Nuk e se kam bërë në gjëja zakonshme, por nejse. Flokën do e malquar. O njerëz nuk e kuptoj këtë gjë në Angli, gjatë ditës është vap, në dark është, gjatë ditës është ftohtë, në dark bëhet vap. T'ju tregoj pak lukun. Nuk e di a duket, por është një fustan. Me atletë në fund. Do ikim të ham të restoranti im, dhe i bashkëshortit tim, edhe pastaj nuk e di ku do më çojë në një pub tu afër. Nuk mendoj se ka shumë zgjedhje. Çdo gjë minimaliste siç e dini, se akoma nuk e di si është stili këtej jashtë. Duhet të jem minimaliste siç jam zakonisht, apo duhet të jem over the top si rreth herë bëhem. Që do shohim, të analizojmë pak edhe duke shpresuar që të dalim më shpesh. Që kur kam filluar të jem në punë, këmba operuar më dhe më shumë se zakonisht, kështu që automatikisht duhet kujdesem pak edhe nuk duhet dhe shtaka. Kështu që. Atëherë është pothuajse me snat edhe unë do hiq make-upin. Kam diku te një orë pak që edhe në shtëpi. Ora dhe 2:30 domethënë. Jete gjysmë 11 për çaj kisha në shtëpi. Ky është shumë i mirë, po tek këtu e ka të mërshme dhe gjithë e komplet. Si ishte my first night out. Nuk e di, flas për zonën pak ku jam unë, nuk është se ka shumë mundësi, është një pub lokal, edhe nuk është se kisha kështë ditë që të zgjedhjesh
të koktelve që mund të merrja. Nuk ishte as plot, themi drejtën, sepse nuk ka ardhur akoma vera. Se di. Okej, nuk është se s'ka pape, ka plot, duke qenë se këta pinë birra dhe alkool si pëllajnë birra më shumë ti. Por, nuk e di, përsëris flas për zonën ku jam unë këtu, nuk është se më pëlqeu shumë. Aty ku jam se unë, zona Montecatini, Pistoia, Luka, ka lezet. Është plot kur dalin njerëzit, rinia, nuk e di, muzika, gjëra këtu, stia. Nuk është më lana i super për shtypjet të imi drejtën, por, se di, ndoshta pikërisht nuk kemi në high season, nuk e di, s'ka ardhur vera akoma tamam për atë klubin. Klubi thanë që dhe më thënë pubin që ishte. Kështu që, hajtë më një mundësi për të dalë, për të kaluar një kohë të mirë me kunat, me kushurirat, apo në qoftë se në të ardhmen do përsëritet në gocat që punojnë të lokali, apo ku e di unë duke shpresuar se do zedë ndonjë shoqe. Se di. Për te shoqërisë nuk është se jap ndaj kik të lartë atij vendit. Si përfundim, sot nuk është se ka qenë ditë e keqe. Ishte ditë e mirë. Si ditë pushimin që e kisha, mirë, nuk kaloi keq. Që nga mëngjesi deri tani ishte mirë. U përsërit si sa më shpejt, pavarësisht se tani jam e vërdishme që më pak do ketë, duke qenë se pikërisht që thash janë ato 6-7 javë që janë kalamajt pushim, edhe gjithë vinë këte nga plazhi. Nuk e di, do bëjnë do që plazh dhe një drejta. Por, në qërë se më jepet mundësia, pse jo, pse mos ta bëjmë. Nuk e di, do në qëfë se më pyesni, më kam pyetur në Instagram, kur do ikësh në Itali ke ndonjë udhëtim të planifikuar? Jo, nuk kam. Shpresoj së shpejti, themi drejtën, sepse ka marrë malli. Kjo ishte, unë tani jam, do marrë një libër, do lexoj pak filoj, do lexoj një 10 minutë. Nesër, do bëj thojt. Në zi po pres t'ju marrë me vete edhe në këtë herë të parë që bëj thojt angli. Njerëz sot bëra thojt. Shumë bukura. Erdha në shtëpi, shpejt, bëra diçka për të ngrënë, sallatë, speca, gjëra. Very Albanian, very summery. Edhe kam marrë diçka njerëz që më ka pëlqyer shumë, e provova direkt. Letra për të fshirë kuzhinën. Njerëz ishte ndyrën me specave. Keni parasysh katastrofën që bëjnë specat kur i skuq? Të mrekullueshme ju betohen. Nuk e di si pas kam jetu për këta, ja tërkoha dhe Gjuliës dhe mamit, se ishe në video call me ato dy ndër kishë fotuja, nuk e di si pas kam jetuar për to. Ju betohen. Plus që bleva dhe diçka tjetër që do ja tërkoj në... Prisni ku të tërkoj. E qova më ta. Po. Leva një palë gjimsa të Tesco, besoj se ju të anglis e njihni. Kush do e një gjithësësi me ndojë, në Itali nuk ka. I marra mulli 13 euro. E po ishin super njerëz, më rrinin super, ju betohen. Plus, marra dhe 2 peshqira. Të e marra në 4 euro. Dhe i laj normalisht, si çdo robë e trojë që blej, po më kanë super pëlqyer. Ishte një blerje e bukur. Plus, diçka tjetër që bleva, ishte ndonjë aty. Bleva këto shampot kështu me ulje, bleva 3. Një për pastru thonjt, për të varë gjërat, për gate. Mora edhe normalisht një pink stuff kështu. Edhe një nga këto për qementët për të zemra. Për çfarë do lloj si për faqet të mi drejtën. Edhe roller për pastruar. Diçka tjetër që mora që nuk e kam këtu është thjesht bluza e punë të bardha. Këto basics, kështu do me thënë. Bardha e zeza për punë. Këto janë gjithë gjërat që kam bler, mora dhe. A jemi në shqiptar ka thash. Kush nuk ka hapëreshë nuk do këtë të dhe më përqet në shumë, po në qikon kam ndryshimet të ndryshme në pas të dritës. Edhe sot jam në punë, kështu që do ha drejt shpejt edhe do s'bërë së në punë. Gjëja që më shumë rrej pas punë është pastroj gjërat e punë. E rrej. Shumë. Qyre si që kam të flokët. Përshëndetje, që kemi goca, si jeni? Ciao, mëni. 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 Përshëndetje, që kemi
shoh. Duhet të them që ky monitori është super, shumë i mirë. Gjendem shumë rehat, me vërtet fantastik. Po thoja, po e mora këshillën tuaj, nuk përregistroj dot më me kështu duke mbajtur në dorë, por e vura në tripat që më ka lënë Gjeni, sepse gjithmonë kam pas një vend ku ta mbaj, por tani që kur ashtu arbi, është pak e vështirë ta lë diku edhe të registroj. Po përfitoj se ai po flen gjumë, po bëj skincare, e thash hajtë se po flasim pak bashk. Ka filluar një vap, jem në fund qershorit, nuk po marrim dot frymë. Ju betohem, nuk e di a e besoni që kam qekur i kam larë flokët para 2 ditësh, domethënë s'kan mbushur 48 orë flokët e mi, janë akoma të lagët, sepse rrin vetëm kështu, aq vap është. Edhe për të dalë, për shembull, sepse është kalamaj vogël arbi, ka nevojë të dali, nuk mund të rikthesh në mbyll, dalim gjithmonë pas orës 7. Edhe mbron që dolën në orën 7 ishte 30 gradë, por dielli nuk ishte aq i fortë. Nuk e di si është ku po jeton ju. Gjithsesi, ky vitamina C i baleas është sinqerisht është fantastik. Kam ndërsa krem dite kam këto të si quhet Sun by Me, po mbaroj. Do blej një tjetër tani, por po mendoj akoma cilin do sjell, me Gjeni po e hulumtoj. Edhe ky do zjasë edhe ca ditë e sigurt. Kanë qenë ditë shumë të nxehta, por nuk kam qenë asnjëherë vetëm, t'ju them të vërtetën, sepse kam pasur gjithmonë mamin tim, ose bashkëshorti tim ka mbaruar në një orë që ka lejuar që të ishte me ne gjatë ditës, edhe kam qenë në rehat. Plus arbi është në atë moshë tani, ju betohem, dhe gjëja më e vogël e lumturon, gjëja më e vogël e gëzon, edhe do shumë të losi. Gjë që bën që unë mos ta kem fare konceptin e kohës. Ndonjëherë thjesht them, pas ka vajtur kaq ora, plus duhet i bëj gatimet, kështu që her pas here jam aty që e kuptoj që ka vajtur ora për t'i bërë drekën. Edhe pa dashur pa kuptuar, paçka se dita është e gjatë, arri në masdite që duhet merrem pastaj me gjërat e darkës, në nivel personal, për të mbajtur ritmin e gjërave që kam pas bërë më para. Kam parë një dokumentar, po mbaroj një tjetër, kam lexuar 2 libra, kam marrë 2 të tjerë. Ju kam vënë review të librave në Instagram, edhe në TikTok. Që tjetër që kam bërë, për shembull te shtëpia, t'ju tregoj, kam shtuar një perde të errët për të shtëpia ime ka dritaret janë të gjitha me përveç grilës së jashtme janë edhe me kështu që me terrasë nga brenda, që erson komplet, edhe prandaj për shembull si në këtë moment thjesht lë pak sa të hyj drita që mos të hyjë nxehtësia. Ajo është super, është me vërtet kushturia ime kur ishte këtu thotë hajde e mirë. Por kam atë të korridorit që nuk ka fare as grila se jo është kështu. Thjesht xham domethënë. Edhe më para ishte perde që është normalisht, por dikush më këshilloi t'i bëj një perde pak më të errët nga ato që s'lejojnë të hyjë dielli, edhe ja kemi vënë sot. Është dita e parë dhe faktikisht duket sikur e fresk kompakt. Ja t'ja tregoj perden. Mbase s'duket, por ju betohem që në fillim me këto perde kështu të holla, ishte sikur e kishte gjithë diellin brenda, ndërsa tani me atë është pak më errësirë. Ajo është ajo gjë që freskon, freskusja. Edhe bashkë me atë perde dhe freskusën është goxha freskët. T'ju them të vërtetën, madje llogaritni që mbrëm për shembull, kam mbajtur çorçafin pak të këmbët, se sido që t'jetë ndjej një fresk të çuditshëm. Që shumë mirë kjo sepse mbi gjithë për djalin. Se hajde dhe se vetes toni bëjmë ndërman, e kuptojmë kur është vapë kështu, ndërsa ai nuk e thot akoma, kam vapë, duhet thjesht ta kuptojmë. Edhe shqyr zotit të paktën kur flej gjumë, është freskët, se edhe nuk e se gjumin kur është aq vapë. Kështu që kjo është një gjë e mirë. Po lexoja, më doli te kujtimet në Instagram para një viti, kam qenë gati 5 muaj shtetane, domethënë sa kisha hyrë në muajin e 5, dhe nga që në rrjetet sociale nuk kisha thënë akoma dhe njerëz edhe bëja video thjesht kështu nga kjo pjesa e sipër domethënë. Dhe wow, si ka kaluar koha dhe tani kam ardhur që është gati 7 muaj, javës tjetër. Edhe nuk e di domethënë. Kaq shumë ka ndryshuar jeta ime. Si
si rutinë, si përditshmëri, si koncept i çfarë ka rëndësi, çfarë s'ka rëndësi, prioritetit, që as vetë nuk e di, domethënë, ma kishin para një viti nuk do e kisha besuar. Sinqerisht nuk do e kisha besuar. Më duket sikur e kam Arbin, kam gjithë jetën që e kam këtu. Edhe nuk ka ardhur thjesht para gati 7 muajve. E kam thënë edhe në një Q&A që më kanë pyetur, kjo vetëm gjë që më ka ndryshuar, më thënë që pak mund të ndjej mungesën, është liria e të zgjedhurit kohën për të parë një serial apo një dokumentar ose të lexoj një libër. Për pjesën tjetër nuk ndjej mungesën e jetës që kisha më parë se po thoya që në këtë aspekt nuk është se i ndjej mungesën e shumë gjërave, sepse sinqerisht mendoj që shumicën e gjërave që doja të bëja para se të kisha një fëmijë e kam bërë edhe jam në rregull në atë aspekt. Mbase në fillim isha pak e humbur një sekond sepse realiteti të godet direkt, domethënë sa do t'i ke 9 muaj gati 10, por të përgatitur prap kur vjen foshnja është diçka komplet ndryshe. Edhe këto janë reflektimet që kam bërë kur po afrohet 7 muaj që e shoh Arbin edhe them nuk e di si do ishte jeta ime po mos ta kisha. Mund të vinë 1000 lajme negative në moment që ka qenë të shpeshta kohë të fundit dhe prap jam aty shoh Arbin edhe ok. Është ai, ja vlen çdo gjë tjetër pastaj që është pak më kështu të rregullohet, kështu që kam arritur në atë fazë të postpartumit. Shqyr Zotit, e them gjithmonë kam pasur atë ndihmën dhe atë nevojën që kam ndjerë për personat e tjerë kur më është dashur. Shqyr Zotit, kam pasur familjen time gjithmonë afër në momenti që mund të isha ndjerë pak më e nevojshme për të pasur dikë tjetër përveç vetes me Arbin. Bashkëshortimi gjithmonë ka qenë on call nëse kam pasur nevojë, hajde, përveç familjes, prindërve, motrës dhe vllajt. Kështu që mendoj që ato persona që rrisin komplet vetëm në një shtet tjetër pa patur asnjë ndihmë përveç bashkëshortit vet dhe fëmijës, janë me vërtet jashtëzakonisht shumë të fortë dhe kudos të them që si e dalin të përballojnë gjitha gjërat. Këto janë reflektimet e mia dhe është gati 7 mujorshit. Për gjitha ju që mbasi jeni duke praktë video dhe jeni duke u futur në të vazën e mëmësisë, për sa do e vështirë mund të duken atë muajin e parë, atë 2 ditët e parë, beson në momentin që kaloni ata, çdo që të jetë shumë më lehtë, shumë më e qetë, do dini të përballoni gjërat shumë më mirë. Ripetohem, mos e humbni fokusin apo atë qetësinë tuaj duke lexuar 1000 gjëra në libra të ndryshëm, sepse as ka libër që ju përgatit për këtë gjë në kuptimin e mirë të fjalës. Domethënë që do dini ta bëni shumë më mirë se që mund të lexoni në librat që mund të lexoni për përgatitjet që po bëni. Sinqerisht, kështu që thjesht futuni në një headspace të qetë, qetësoni, merreni me butë, jepni vetes tuaj shumë mirësi, shumë dashuri, edhe mund t'ja dilni. Jo mund t'ja dilni, do ja dilni, është e sigurt. Tani, Arbi është gati për të zgjuar. Unë kam 1-2 gjëra për të bërë, sa që mëngjesin e hëngra. Kjo është bërë rutina jonë këtë ditë e fundit. Të kohët e fundit faktikisht zgjohemi nga ora 8. Unë ha mëngjes bëj gjërat e mia, los pak me Arbin, pastaj nga ora 9 të gjumë, edhe 9:30 flej gjumë pastaj. Kështu që ndonjëherë 20 gjysmore, ndonjëherë 40 minuta, ka raste që kap dhe orën. Që gjumë i parë, kaq është. Pastaj më gjatë ditës se flem më shumë. Ndërkohë unë besoj se do ndes pak Netflixin, nëse kam kohë, të mbaroj dokumentarin që kisha nisur. Edhe kaq. Uroj të shihemi së shpejti në vloget e tjera. Faleminderit shumë për mbështetjen. Dua të them këtë herë se ata gjithmonë gjeni të paktën nga ana ime. Faleminderit shumë për mbështetjen edhe shihemi në vlogun e radhës. Nga unë Giulia, ciao.